process all the time. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq të RTI-s, përshëndetje dhe mirë se takohemi edhe sot në emisionin ton nga ora 17:10. Do të flasim për politikën apo për aktualitetin politik në vend, meqense jemi në një krizë politike që fundi i saj mbetet më po në ditën e vazhdim, por cili është skenari më realist dhe çfarë na presin ditët e ardhshme, do të flasim bashkë me Jeton Halimin, analist politik. Nderuar, përshëndetje mirë se erdhe. Faleminderit, kënaqësi. Çfarë po ndodh po e shohim në fakt, në pikra të trasha, nëse mund të themi nga aktualiteti politik në vend, por nuk kemi dhe shumë kohë. Në kam betën se zgabohemi më pak se sa 20 ditë deri në përfundim të një kushti nga gjykata kushtetuese për afatin, në fakt, për të zgjedhur presidentin. Përndryshe e presin vendin zgjedhje të reja. Cili është skenari më realist për muajt, ndoshta gjatë, veç për ditët e ardhshme në vend sipas jush? I nderuar Naim, besoj që tash po shihet shumë është e qartë kush faji dhe kush don me hek probleme apo kush don me ndal këtë farë probleme dhe mi shpëtue Kosovës 9 milion euro për mosmbajtjen e zgjedhjeve dhe rezultat më në kom 5, maksimum 10%, dhe një farë forme Albin Kurti tani rrezikohet prapë do të me hinë koalicion edhe për qeverisje. Me da dhe halem ma shumë këllashin për shprejna këtë nga termin popullor i nderuar. Si do që tjetë, unë mendoj që faji kryesor, pas desht, është Albin Kurti. Jo që përdu me kritiku në kryeministin ta, për faktikisht, ajtë do të me dhanë këtë pozici i ka mjap 2. E ka çështjen e të parit të Kuvendit Kosovës dhe vetë kryeministri. Ashtu ja thot ligji dhe kushtetuta, si ka fituar zgjedhje mbi 51%. Sido që tjetë. Tash çështja e presidentit. Tash e dim shumë mirë që nuk ja ka dhënë sovrani më shumë se kaq. Dhe për me mbajt atë pozitë, unë e thash edhe nëpër mediume tjera ABD-n, pse i maltreton njerëzit, qoftë zoti Konjufca, një ministër i jashtëm, ka performu mirë në Këshillin e Sigurimit tash dhe një mjeke Zoni Mullhaxha, besoj që nuk është dash mu hik ty në lojën kur e din që është epilogi 0. Sido që tjetë, unë mendoj që dhënia e pozicionin të presidentit apo presidentës kush do bëhet, besoj që është parimor edhe për zotin Kurti edhe hek të gjitha dilemat. Dhe mine masë si zgjedhët presidentin koordinim me institucione relevante dhe me partitë opozitare, me boe rregullimi i kushtetutës që mbas 5 viteve mos të kemë të njëjtin problem, po të zgjedhën nga sovrani, nga populli. I pari shtetit dhe edhe politikanëve, edhe shtetit, edhe sovranët gjitha i minimizohen dhe nuk i maltretojnë njerëzit për marrë dhe të zgjedhja presidentit. Dhe në sovran aty del para mejdanit, e merr votën edhe mos ki kalkulim politike, që faktikisht po maltretohen njerëzit, po maltretohen çdo send dhe faktikisht gjithmonë popullata sovrani po maltretohet dhe po hin ofendimet po bëhet që nuk është dashur. Po si do shoh kjo politika po s'kem çat bëjmë. Nderuam, a është vendi realisht gati për zgjedhje apo më shumë është një lloj presioni politik? Unë mendoj që këtu është ngreja penë më së këput dhe matja e impulsave. Kjo është politikë bërja në Kosovë. Ngreja penë më së këput nga pushteti apo edhe nga opozita? Po edhe nga pushteti, se këtu është faje, është pushteti. A dim se thëmë pushteti? Sepse, çështja është i nderuar Naim se pushteti ka, për shembull sikur ti e blen kerrin. Tash, nëse ndërpritet lufta në Iran, kush bëhet 10 euro 1 litër naftë, një hipotetike, besoj që ti pritën me marrë Çelsin me dhezë. Edhe kë, ti e ki, po Çelsin kryesore ka Albin Kurti. Dhe Albin Kurti e jep pozicionin e të pari shtetit dhe gjithçka është okej. Qof LDK-s, Abdigjikët, qof zotit Hamza, edhe kaq. Dhe pse po shifet një lloj kompromisi i liderit VV-s apo kryeministit të Kosovës, pra nuk është Kurti më hershëm, po shifet që ka një lloj shëmtë, pra besoj që i kanë bën mirë zotit Kurti këto këshillat e mia dhe tjerë kolegë që e kanë dalë ofendimin në fushatën e fundit të zgjedhjet dhe që është shumë e rëndësishme. Po patjetër se na jemi shqiptarë, prap do të më bashkëpunojmë me ty. Ma mirë ti jemi se një i huji. Prap, edhe i kanë marrë këto fjalë të mira të mirëqenia që s'ka ofendim dhe s'ka polarizime të fellat, se prap ti do të më bashkëpunu. Del para mejdanit, matësh, ta e votën fiton. Ky
zotëria i ka fitu në rregull, edhe u bo mirë që s'ka pas ofendim edhe do zoti. Por është edhe një problem inderum, nëse po ja jep presidentin qoftë PDK-s, qoftë LDK-s, prap duhet apet në mbështetje e partisë tjetër. Jo, shumicës parlamentare, apo është problem këtë çështje? Jo. Me cilën bën marrëveshje? Me LDK-n nuk e di që më thonë votat. Jo, me LDK-n i ka 81. Me ligjin, me kushtetutën e Republikës të Kosovës, në 86. Në momentin që kandidohet, propozohet, bon në shkrimet për me kandidu dhe bëhet marrëveshja politike. Qoftë me LDK-n, qoftë me PDK-n. Dhe nëse jenë 80 vota, apo ma shumë në kuti, çështja e presidentit kryet. Bile në raundën e tretë, do të më konë 61, po do të më konë 5 mars, 80 të praneshëm. Dhe kjo çështja është e qartë. Dhe ajo, loja me ma shumë vota jo, o konë, kalkulim politik zotit Kurti është strateg dhe Halalikov që din me bua se loja. Po ligjet e kushtetuta thotë kështu. Pra janë sigurta 80 vota, 81 vota dhe prezantimi përmënej prezenca e deputetëve. Po, për derisa partia politike, po folin në baza shnosha dhe në baza parimore, nuk ka më idhnime, mënyrë hipotetik, zoti Kurti ka aludua në zonjën Hikmet e Bajrami dhe zotin Abdullah ish kryeministrin që në momente kur pajtot lideri, besoj që Abdi Gjiku hin koordinat me çdo person vetën aty që ka vota dhe i ka të siguruara dhe se po bëhet njeri tyne i pari shtetit, jo i partisë tjetër dhe nuk e din një mendje shëndosh që mund me refuzue kryetarin e partisë. Tash po folën baza shnosha dhe logjike thjesht. Dhe tash cili nuk e votën, besoj që ai përshëndet më me karrierë politike, çdo si bindet e prorit vet. Dhe kështu s'ka të keqe kur gjë. Po si do qoftë, po shpresoj që mos zvija situatë dhe ecë matutje e përsëris nderum. Mos ja marrëm shtetet 9 milionerë, po t'i ndajmë të familjes kanore të bëjnë politika sociale, se po shihet arena ndërkombëtare lufta në Iran na ka dëmtuar shumë, edhe në Ukrainë dhe shporta qytetare të zvoglu. Po flitet nga kryeministri që ka me pas do rritje të pensioneve, do shtesa për fëmijë ka 100 euro, nga një pension shtesë mi a lëvcu pak qytetarëve të Kosovës për këtë farë krizit që është të bo, dhe shpresojnë që e majnë fjallën dhe kam javdon. A kemi një lodhje të qytetarëve nga zgjedhjet të shpeshta? Ne po kemi zgjedhje, po s'kemi edhe zgjidhje, sepse në fakt edhe nëse shkohet në zgjedhje, pa një marrëveshje politike prapë ka me qenë një tjetër probleme, po. Zotëraim, unë e thash, shtetit 9 milionerë ja shpëton. Kështu që shteti bëhet me president dhe gjithë shka shkon marë. Dhe këtu tjerat, besoj që janë të mirë se arat që ajën benefis për qytetarë dhe për shtetin, çdo politik që i vinë nga sistemi i të Kosovës. Dhe s'ka këtu asnjë dilemë. Dhe nuk e di pse se bën sa ma shpejt. Po besoj këta politikanë kanë që pak mi lutë, metodat e tyre dhe besoj që kjo është e qartë dhe nuk ka koment dhe nuk besoj që mund të kthehen mbrapa veç të ecë matutje. A është figura e presidentit sot faktor stabiliteti? Po, unë s'moj me konstatue a është faktor stabiliteti, po besoj një profesor universitar si Abdi Gjiku besoj që i plotson kushtet qoftë edhe Hamza. Po nëse Albin Kurti po thirrëm në ata që i ka bo ofertë në vitin e kalon zotit Abdi Gjiku dhe LDK-s ma shumë se sa PDK-s. Edhe kësa ra dhe shqipët që më shumë ka... Ma shumë është për afru dhe ato i dim pse janë për afru dhe i dim se ka polarizim mes PDK-s. Si do që tjetë, unë e janë cilët botë, qofë zoti Hamza, edhe zoti Hamza është ka qenë guvernator, edhe ai profesor universitar është një ekonomist, thuja të dy të nivelit njëjtë dhe kanë dhënë mjaft për Kosovën dhe mund në dhënë ende. Qof Abdi Gjiku, qof zoti Hamza. Çështja kruciale është shteti mos me shku në zgjedhje dhe me fitue edhe shteti, edhe popullata dhe sidoqoftë cilët botë, besoj që i plotson kriteret njerëzore dhe profesionale për me qenë president i Republikës Kosovës. Qoftë profesor Abdi Gjiku, qoftë profesor Hamza. Sidoqoftë, unë për thirrëser mos shkojnë zgjedhja, se qëllimi është parat mos shkojnë kot, po të shkojnë në politika sociale. Apo dhe botë e mirë edhe të kallëzojmë botës dhe të kallëzojmë një kulturë se na dina edhe pa të hujt,
pa na bo një vaj lloj presione që mujna me kryer punë vet. Po shpresoj besoj që ka me bo zoti Kurti dhe do të bëjnë një marrëveshje. Po nëse me shtetin zgjedhje. A është menduar ose a mund të jetë në kalkulim nga liderët e partive si Abdi Xhiku dhe Hamza që nëse ata, njëri nga ata bëhet president, partia ka më mbet pa kryetar. Edhe siç e dim, pra nuk e lejohet ushtrimit e tyre sekretarit. Në këtë rast do të ketë sepse edhe LDK-ja dhe PDK-ja kanë problem me udhëheqje. Në këtë rast, nëse Abdi Xhiku bëhet president, LDK-ja mbetet pa kryetar. Ka me pas konflikte brenda partisë, pra mund të jetë një interes e Abdi Xhikut për të siguruar një 5 vite president, ose i Bedri Hamzës, por edhe PDK-ja ka një problem brendshëm partijaku që ata mund të bëjnë një zgjidhje për vendin për të mos shkuar në zgjedhje, por partinë mbesin pa kryetar të cilët ashtu kështu kanë probleme të brendshme. Si do qënë, nas mujna me aludu, për shembull, a ka probleme në LDK-ja, PDK-ja? Çdo parti edhe VP ka asë. Pa ta kanë një lider që nuk e zavendësojnë thonë za. Si do qoftë, po çdo sen është i zavendësuar. Si që ka dhe alianca. Por zota ti kam shumë fal, s'është i zavendësuar. Inson me dykom që është, njeri për gjithmonë, është jeton, është në çdo sen, edhe politika. Besoj që qoftë LDK-ja, qoftë PDK-ja kanë kuadra që mund me qitë një ushtrus, ose mund me ngri postin, apo me gjithë një zavendësus të Abdi Xhikut, apo një ushtrus, si do qoftë. Fatë në forme, po nuk e blokon partin qoftë Abdi Xhikut, qoftë Hamza, për partin se ka struktura, qoftë LDK, qoftë PDK, që mund me të e kalu. Pyetja ishte që raporti partive cilat nuk dihet qeveria se ka me shku gjatë. Dhe në këtë rast nëse bo që është presidentit, qeveria e ka mandatet garantume ka, se Albin Kurti mos së bëjmë votat e opozitës, veti ka 61 mandate. Këto çështja kryesore e presidentit, kryet presidentit, qeveria ka jetën 4 vjeçare, u kry këtu, po çështja është e presidentit. Presin disa marrëveshje të rëndësishme me partinë për shtet, të cilat ndoshta mund të jetë interesi që të shkohet në zgjedhje apo del do një kalkulim politik që mos del kesh para elektoratit. Po nëse mujna, sepse takimi i Kurtit në Francë edhe me disa nga Bashkimi Evropian, por vetëm që filluan të dërgojnë mesazhe që të presin shumë marrëveshje, që kemi edhim në stacioni, kemi shumë marrëveshje tjera që na pret thjesht Serbia. Pra në një forme dhe ju keni komentuar që është interesi tina me shty këtë çështje. Po, na kemi thënë vetë, po nëse vin politikat nga të hujt, presioni, qëmë nga Franca, qëmë nga Shëmon, nga miqët tonë, Kosova i ka pa tjetër du të zbatoj. Si do qoftë, unë e besoj që mundët ketë edhe zhërim të koalicionit pse ju me i dhe LDK-ja. Dhe një farforme, ato vendimit e mëdha konsensuale, besoj që lideri qoftë Albin Kurti, qoftë i LDK-s, bashkarisht kanë me marrë vendimet me gjithë partit opozita. Edhe kështu që një farforme, unë e mendoj që të gjithë ka me konë një sedar, se të gjithë edhe ata ish parti tjera që ka mujt me bë gabime rrugës, që me asociacionet, që me sende tjera, një forme e shet që i vjen një shtypje madhe, po thëmë kështu shtypje gatuj dhe pak të miqët tanë, besoj që s'kanë qare 5 batutash. Ama pak, ama vonë, si do qopë, tani, qyshe marrin fajnë, është sovrani, kur shkojnë në zgjedhje që i voton atë. A është të ekzistu një vullnet real i pozitës dhe opozitës për të bashkëpunuar për të mirën e qytetarëve, apo për të mirën e vendit? Po tash, nëse shomi prej shpallës pavarësisë, që ka mbu të gjithë partit, që ka mbu për jetën e qytetarëve, na jem veç me erë statistikat, sa është papunësia, sa është ikja jashtë, sa është zhvillim ekonomik, sistemi juridik, dhe e sheni pasqyrë që ka mbo, gjithë. Po dhe pse jo dhe zoti Kurti. Si do qopë, unë e mendoj që apet du të bashkohemi kundër armikët tonë shokollor, që është Serbia, të krymë njerë punën me të njerë, për gjithmonë, dhe tani punë të mbreshme i rregullojmë na vetë. Po çështja është kruciale që të bëhemi të gjithë bashkë kundër armikët tonë shokollor, pikë. Dhe të kalojmë këtë ngërsh dhe këto polarizime njëre për gjithmonë që mos i japëm pretekst ose alibi armikët tonë me na përqa, që na kanë përqa për para, po të bëhemi bashkë dhe të jemi sa më të fortë edhe sa më të mirë, qoftë me meqëtanë dhe qoftë me vetë shtetin tonë. Se keni po shkurtimisht rolin e presidentës Vjosa Osmani dhe largimin e saj nga pozita e të parë shtetit, dhe njëkohësisht
para fushata asaj sa ishte në ditët e fundit si e para shtetit dhe tashmë për shumë i lëvizjet e saj për Kosovën. Njëkohësisht ka edhe pra muhabet, nëse mund të shprehemi kështu, pra diskutime që ka një vullnet të saj dhe njëkohësisht një pjesë të strukturës të LDK-s për ta kthyer Vjosën, jo pse e duan atë sepse në fakt ka kushtuar. Është interesi votash, është interesi votash, cilën ka interes votash sepse ashtu si LDK nuk është treguar do të thonë mirë në zgjedhjet e fundit apo nuk ka qenë rezultati dëshiruar. Ka performuar mirë, ka pas rënje të vota. Kuptoj. Si e shihni pra Vjosa Osmani se ishte presidente dhe tashmë një fushatë e cila po tregon që po lyp një parti ose do ta bëjë një vetën. Meqense ashtu ka probleme me listën goxha. Me gjithë respektin për zonin Osmani, për kryeministrin, për gjithë liderët partijak. Unë jam i drejt për drejt. Nuk mund me thonë me një studie tjetër, ke diçka tjetër të na imi jo, se të gjithë televizionet jeni kolegë dhe i ndëgjojnë popullata. Dhe s'du me bëj lëra politike, se dhe bi vetë, me thonë, atje fol, keni diçka tjetër këto. Zoni Osmani dim, botërisht, di që i ka shërbis Zotit Kurtit. Si do qoftë, kjo prishja Zotit Kurtit me Zotit Osmani dhe tjetë ndërgjegjën e tyre anasjeltas dhe jo mes analizë. Po si do qoftë, ta Zoni Osmani e ka nuhatër se nëse ha partit 3, a mund të kalon pragën ajo që është të sëpëtje. Po, ka një ndërgjegje nga LDK-ja, se dim LDK çfarë parti është, nga ishte me lusë ves lideri Ibrahim Rugova dhe besoj që nuk mund me kontestu se ka qenë Gandi Ballkanit dhe pa Rugovën, pa UÇK-n, Kosova do të ishte këto pikë, njëherë për gjithmonë. Të dim popullata, sovrane dhe gjithë shqiptaria kudo që janë. Dhe kush mënon mi baltos, ushtrishin ndarët Kosovës, që është e shajt dhe çdo shtar to që që kalon gjymë, gjakën, çdo kodër, qoftë pastrik, qoftë llap, qoftë shal, kudo që tjesë mos parrën e kompa përmend, është keq dhe nuk do të lejohet, po do të dënohet nga institucionet e Kosovës dhe kush mundot me baltos figurën e presidentit historik Ibrahim Rugova e ka gabim dhe ka të pamundur, se dihet veprat e Zotit Rugova dhe dihet UÇK-ja që ka bërë për lirinë e Kosovës. Dhe këto mbyllët e kena përzon armikun ton shekullor, njëre për gjithmonë me ndihmën e NATO-s, amerikanëve dhe pikë. Dhe pa këto dyja, Kosova nuk do të ishte këto dhe unë me ty që të nuk do të mëshën të bënëm këtë intervistë dhe dim shumë mirë këtu kush ka jetu në kohën e luftës, për çfarë është frizu ky vend, si do qoftë asaj janë të kaluar me historisë dhe nuk do të përmenden, jo të shkoj dikoj menet baltosën UÇK-n dhe Ibrahim Rugovën, pikë. Dhe këto tjera, polarizime tjera, kush do të thotë, si do që të thotë, këto nuk zhbohen më dhe pikë. Historia nuk monët njeri matë meqëm se Rugova, se UÇK-ja që ka bu për vendin. Dhe këto politika tjera, qoftë andena, qoftë polarizime, por çështjet votave, por çështjet pozicioneve, jo. UÇK-ja ka qenë e popullit, ka lind nga populli, dihet familja legjendare Adem Jasharit, Haradinaj, masakra që në bo në Meje, në Gjakov, në Krur, gjitha ndena, dhe ato janë, gjaki tyne është liri për Kosovën dhe nuk do të kesh përdorën nga asnjë parti. Pikë është aty, dhe si do qoftë, ato janë themelet e Kosovës dhe shpresoj të mbetën këtu. Dalën tek Vjosa sepse ajo në fakt është ndarë si kraj LDK-s, si frymë Rugoviane, pastaj LDK ka pas probleme të shumta me shumë anëtarë të saj, gjithsecili që është ndarë në frymën Rugoviane. Si keni pasur, si po shihni punën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, që ka një kryetare të re, e cila po shton edhe detyrën e presidentit, pra Alborina Haxhiu, dhe njëkohësisht pra sot keni pas disa marrëveshje ndërkombëtare që janë votuar në shumicë votash. Po e shihni si të mirëqen fillimin e punës së Kuvendit që ka munguar që sa kohë për të me pasi Kuvend funksional dhe për të shuar disa ligje përpara të cilat është dashur ndoshta para një viti e më shumë të përfundojnë. Jo rastisht e thash ato që është një poç fund tunelit që Zoti Kurti është bin nga nga tjerët që nuk ka ofendime, nuk ka polarizime dhe ky është rezultati. Që ka bitë opozitën. Po thonë që Kurti zbut dhe opozita pja voton ligjet? Po e ka pas obligim se ato pare i merr shteti dhe besoj që kanë mi përdor për politika sociale për minimum popullatës dhe
Por ata ka votu popullata dhe ka pas obligim edhe opozita se edhe opozita ngaron një që kështë zoti Kurti. Dhe kjo besoj që edhe sa kom dëgjuar nga zonja nga zotrit, në falë se edhe familja e zonës Haxhiu ka dhënë kontribut për UÇK-n, si do qoftë dhe ka pas familjet vetë. Po kjo është një shaj e mirë që po bashkëpunojnë opozita dhe dhosh zoti të cilë matujtë dhe e kalojnë këtë krizën e presidentit, kaq. Dhe kjo shaj është e mirë që janë afër, janë bashkë dhe i kanë votuar ato ligje, se janë për të mirën popullatës, për të mirën e shtetit dhe për arenën e jashtme që shteti i Kosovës është i konsoliduar dhe në momente shumë që i vynë shtetit janë bë bashkët partit dhe kjo është e mirë dhe kjo është goditje shumë është e madhe për Serbin, se e godit Serbin. Me qenë se jemi të thotë ka fundi i emisionit, çfarë po presin ditët në vijim, pra vendin? Mund të kemi zgjedhje të reja, që do të kemi pastaj zgjedhje në bazë nëse ka bëu me 7 qershor apo nëse dhe qershori të kalon mandate, merrena 45 qartë. Ditë ka obligim me caktue ushtruesat e detyrës zonja Haxhiu, datën e zgjedhjeve, koordinim e partin apo vendos vet, po ajo mbledh dhe vesh formalitet të caktuar. Nëse shkohet në zgjedhje bie që është qershori apo fundi i qershorit që deri dikoj konvenon partisë pushtet sepse kemi një pjesë të diasporës që është në qershor. Por nuk ka interes ndoshta për partitë opozitare. Është një interes që flitet që mund të përfundojë edhe procesi gjyqësor në gjykatën speciale dhe mund të kemi kthem të liderëve të PDK-s që mund të kthehen si hero në vend. Dhe kemi një LDK e cila po pritet të rrimë këmbët ndoshta me kthimin e Vjosës dhe me kthimin e disa ish anëtarëve të saj në vend. Pra, çfarë po presin ditë në fakt, interesi i përgjithshëm është që vendi të mos shkojë në zgjedhje, sepse ka kostën që përmend ato parë ka nevojë me marr popull sepse jemi në një situatë të lakmueshme për shkak të politikave rajonale dhe ndërkombëtare, por njëkohësisht po i shohim liderët partijak të pushtetit dhe opozitës që se duket nuk po e fusin në kalkulim qytetarin, por interesat e tyre politike, biznesore kështu më radh. Në zotënajmë, po nisa prej pyetjes të Haga, shpresoj dhe edhe si jurist i vuq besoj që të gjithë kereret e ushtrisë ndërkohë, sidomos që 4-sha, besoj shumë që kanë muliruar, janë të papajshëm, thash më herët, UÇK-ja ka lind nga populli dhe besoj që e ka mbrojt pragën e vet dhe një ushtri që ka lind nga populli dhe ka ruajt shtëpinë e vet dhe anëtarët e familjes nuk mund të gjykohet dhe ato që kanë marrë nga Serbia, nga armiku në shekullor, ato fakte besoj që nuk dëshmojnë dhe do të lirohen, qoftë Zoti Thaçi, qoftë Veseli, Selimi, Jakub Branzici dhe të gjithë ata të tjerë, qoftë edhe komandant Cali do të lirohen se janë të papashëm dhe kjo gjykatë rastësisht një etnike nuk i ka konvenuar as Kosovës as kujt, po vetëm armikut tonë shekullar se pse mu gjykue një viktim që ka pas dhunime, shkatrime, i përmend ato, vrasje e të gjitha kanë bërë gjenocid. Ushtria e Jugosllavisë e Serbisë kundër popullit ton, pa mbrojtën, pa armatim, dhe në fund kur e pa bota që u bëhe në anën e viktimës dhe na kanë ndihmuar neve dhe bashkarisht e përzënëm ushtrinë gjakatare, vrastare dhe vend që mu gjyku kriminalët, paramilitarët, qetnikët, fashistët, po gjykohet ushtari i lirisë që ka mbrojt pragën e me shtëpinë e vet. Dhe kjo është e pafalshme për drejtsinë e jashtme, si do qoftë. Unë mendoj dhe besoj që krerët e UÇK-s do të lirohen në shtëpitë dhe do shpallën pafajshëm, qoftë edhe komandant Cali do të lirohen dhe të gjithë të tjerët do të lirohen se UÇK-ja nuk ka bërë krime, ka mbrojt pragën e vet pikë. Dhe kjo farë sistemi juridik i jashtëm që ka bërë në mënyrë selektive, është e pa drejt, është e pa falshme, të gjykoj lirinë e Kosovës, ushtarët e Kosovës, që ka mbrojt pragën e vet, shtëpinë e vet, për të polarizimeve. Kur bëhet pyetje shteti dhe njerëzit e Kosovës do të jemi të përbashkët siç jemi sot, dhe besoj të gjithë politika duhet të kundërvimi njëkohësisht dhe duhet atë gjykat me mënyrë juridike duhet të japin llogari dhënie institucionet të Kosovës, se dim çish është ligjërisht, është votu me presion me sen dhe shpresoj që do të lirohen kthehen në shtëpi dhe kjo besoj nuk lidhet kurrë me çështjen e zgjedhjeve. Mandati, nëse nuk ka marrëveshje politike,
ushtruesi presidenti Zonja Haxhiu do të saktoj brenda 45 ditë datën e zgjedhjeve dhe shpresoj të kthehet katërsha në shtëpinë e vet, të kthehet familje vet dhe zhvillohen secili jetën e vet që ka zhvilluar. Dhe nuk ka lidhje kjo me zgjedhje kur gjë. Unë besoj që politika duhet vazhdoj proceset të ndara dhe nuk ka të përzi kjo, se po përzi këto dhe mund me infiltru diçka në Hag atje me thonë që të kthej. Jo, politika është veçan, gjykimet veçan. Dhe unë mendoj dhe shpresoj prapë përsëris prapë që katërsha kanë më liru dhe nuk ka prova dhe një njeri, një jurist, një profesionist që mendon që katërsha ka bë krime dhe të tjerët ka mund më konë raste të izoluara që ka mund me përdor vrasje për diçka. Po jo me ja faturu ushtrisë Shqiptare të Kosovës që është e shajt dhe mund me thonë ajo është por mu si profesionist, si jurist, një advokat nëse mendon që UÇK-ja ka bë krime definitivisht ai për mu, ajo shkollë nuk e vjen sen, pa marrë parasysh ai takon çoft politikës majt, çoft djatës, këto është populli i Kosovës, është UÇK-ja është e shajt dhe nuk ka bë krime. UÇK-ja ka mbrojt pragën dhe pikë. Dhe çdo njeri përveç pra që mendon që ka bërë UÇK-ja definitivisht për muaj as është koleg, as profesionist, po ai nuk ja do të mirën shtetit të Kosovës dhe nuk ja do të mirën ardhmërinë e fëmijëve të vet, familjes vet se UÇK-ja nuk ka bërë krime dhe nuk duhet mendohet andaj se lere veprohet që me thonë që UÇK-ja. UÇK-ja është e shajt dhe ka me qenë gjithmonë në zemrat e çdo shqiptarit, qoftë Kosovë, Maqedoninë, Malzi, kudo Shqipëri, të vëllezërit tonë atje, dhe besoj që presëm lirimin e katërs dhe të gjithëve tjerëve që UÇK-ja ka me qenë e popullit dhe ka me mbetë popullit dhe institucionet dhe ka me mbetë historinë e gjithë shtetit Kosovës sa të ka njerëzim dhe sa të ka jetë çdo kohë edhe në Kosovë. Nderuar, këtë është fundi i këtij misioni. Faleminderit që shqipis këtij misioni për të diskutuar pak a shumë pika shkurta për aktualitetin politik. Faleminderit kënaqësi. Të nderuar miq, kaq për këtë emision, takohemi nesër me mbeq. Kush janë ekspertët që